Nëse ka një gjë për të cilën Izraeli mund të mburret në konfliktin me Iranin, është se veproi mbi bazën e informacionit të brendshëm. Më shumë se 30 bomba anti-bunker ranë mbi ndërtesën ku udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, po takoi me zyrtar të lartë, por asnjëra prej tyre nuk ishte aksidentale. Izraelitët kishin informacion të saktë se kur po fillonte takimi, për çfarë bëhej fjalë, kush ishte i pranishëm, ku ishin ulur të gjithë dhe ku në cilën dhomë ishte ulur Khamenei. Treguesi asaj se sa thellë shërbimi sekret izraelit Mossad e ka gërryer shtetin iranian, ishte se informacioni vinte nga një person me besim absolut tek Khamenei, i cili ishte fjalë për fjalë në krah të tij. Informacioni ishte aq i brendshëm sa që agenti i rekrutuar nga Mossadi e informoi fillimisht vet Benjamin Netanyahun, duke dërguar një video në celularin e tij për zbulimin e trupit të Khameneit, duke treguar unazën karakteristike në dorën e tij dhe më pas një foto të qartë të fytyrës së udhëheqësit suprem të vdekur të Iranit. Kjo shpjegon faktin se Izraeli raportoi se Khamenei ishte i vdekur, ndërsa autoritetet iraniane e mohuan atë. Në fakt, Netanyahu e dinte që Khamenei kishte vdekur para bashkëpunëtorëve dhe zyrtarëve më të ngushtë të udhëheqësit iranian. Ishte Netanyahu ai që i dërgoi Trumpit disa orë më vonë dhe pasi Mossadi kishte verifikuar dhe konfirmuar nga bujime të tjera vërtetësinë e asaj që dërgoi agenti i tij, foton e Khamenei të vdekur, në mënyrë që presidenti amerikan të mund të bënte deklaratën përkatëse nëpërmjet Truth Social. Sipas disave, agenti i Mossadit që i dha shenjën Khameneit dha një listë të plotë të detajeve të pranishmëve, por gjithashtu mori një mostër ADN-je nga trupi i tij. E vërteta është se në secilin prej operacioneve të tij, Mossadi duket se i arrin qëllimet e tij në mënyra që i bëjnë edhe skenaristët me më imagjinat të librave dhe filmave me spiun të duken steril në mendime. Kjo është ajo që bëri ai për shembull, duke ngritur një rrjet të tërë në Europë që arriti të depërtonte në zinxhirin e furnizimit të pejxherave të përdorur nga Hezbollahu për të shmangur spionazhin nëpërmjet telefonave celular, duke mbjellur eksploziv në bateritë e tyre. Në një moment të papritur, ai shpërtheu ato, duke ekzekutuar, verbuar, ose gjymtuar ose edhe kastruar mira operativ të Hezbollahut, pasi mesazhi që ai dërgoi për shpërthimin kishte një kohë pritjeje të 6 sekondash, në mënyrë që viktima të nxirrte pajisjen nga xhepi dhe ta çonte para syve për ta lexuar. Autoritetet izraelite zbuluan se para sulmeve me raketa dhe bombardimeve, Mossadi kishte paraprirë, duke kryer një sër operacionesh sekrete. Në disa raste, sipas burimeve, objektivat ishin shënuar, siç ishin instalimet e raketave. Në të tjera u zhvillua teknologji e përthanur që verboi sistemet e mbrojtjes ajrore të Iranit, ndërsa në disa raste, bazat për dronet sulmues u ngritën pranë Teheranit, në mënyrë që në mëtutje nuk do të duhej të pushtonin hapësirën ajrore iraniane dhe pranë vendeve të zhvillimit të raketave iraniane, në mënyrë që të mund të interceptohen nga territori iranian. Më shumë se mundësi, në këtë rast, u ndoq metoda e njohur nga Ukraina dhe Rusia e dërgimit të kamionve dhe anijeve që supozohet se transportonin mallra, por në fakt transportonin drone sulmues. A është agenti një general? Konsiderohet e sigurt se imazhi Khamenei të vdekur nuk ju dërgua Netanyahut nga një dron izraelit, por nga një agent i rekrutuar nga Mossadi. Kush ishte? Thashe temat janë të shumta, të bazuara në fakt jo në informacion, por në rastësi të përsëritura, të cilat tregojnë se mund të jetë generali i gardës revolucionare dhe komandanti i forcës Quds, Ismail Kahani. Ai është ai që e pasoi Soleimanin pas vdekjes së tij dhe gëzonte besim absolut të Khameneit. Sigurisht që kur generali iranian u emërua, ai është kursyer aksidentalisht nga operacionet e Mossadit. Ai e bëri këtë edhe ditën kur ai, si një dërguar iranian, po jepte Hezbollahut njohurit për të përballur me IDF-n. Sigurisht atë ditë kur dikush bëri një shtrëngim doresh që e lyeu me një substancë në dorën e udhëheqësit të Hezbollahut, Hassan Nasrallah, dhe e shndëroi në një transmetues. Ai u kurseu. Në vend të kësaj, Nasrallah u vra, ashtu siç u vra edhe pasardhësi i tij në krye të Hezbollahut, Safjedini, në një sulm me precizion djallëzor të izraelitëve. Kahani u konsiderua i vdekur për ditë, pasi thuhet se u shpëtua me një diferencë të ngushtë. Kahani thuhet se u konsiderua si dyshumt në Teheran dhe u morë në pyetje, që përfundoi kur Kahani u rrëzua dhe u dërgua në spital me simptoma të një ataku në Gremz. Pasi Kahani bëri një spastrim të kundërshtarëve të tij në radhët e gardës revolucionare, ai u bë përsëri temë diskutimi.
Thuhet se në korrik të 2024-s, ai vizitoi Ismail Haniyehen në një vend shumë sekret në Teheranin qendror. Pak më vonë, izraelitët e hodhën në erë vendin e fshehjes së Hanijes. Kahani shpëtoi për një kohë të shkurtër. Përsëri rastësisht thuhet se u mbijetoi sulmeve izraelite gjatë luftës 12 ditore, gjatë të cilës u vra një pjesë e madhe e udhëheqësit militar iranian, dhe tani ai mungonte ose sapo kishte dalë nga ofisa e Khameneit kur izraelitët goditën me 30 bomba precizion, duke i vrarë të gjithë. Logjikisht, personi që do të guxonte të merrte telefonin e tij celular dhe të bënte një foto të trupit të udhëheqësit suprem në mes rënojave, mund të ishte vetëm një oficer militar iranian. Kahani është ai që u ngrit për të ikur duke shtirur sikur e kishte lënë furrën ndezur në shtëpi, komentojnë me shaka përndoruesit e X-it, duke ritreguar shakan ironike që po dëgjohet këto ditë nga iranianët anti-regjim. Në governimin e ardhshëm do të jetë qesharake se udhëheqësi suprem do të pretendojë se nuk është agent i Mossadit, sepse nuk do të imagjinojë se ministrat dhe generalet e tij do të luajnë të njëjtat role, pasi edhe ata janë agent të Mossadit, por nuk dyshojnë tek ai. Një llogari në X që është e lidhur me Mossadin ka postuar një koment me 6 fjalë iraniane ku thuaj se Kahani nuk është agenti ynë. Mossadi mohon se është Mossadi, tallen përdoruesit e tjerë. Kështu justifikohen antarët e shërbimeve sekrete të Izraelit që kanë folur me gazetar amerikan, të cilët i dërguan një mesazh të gjithë boshtit të keqes. Ne jemi skenaristët, regjisorët, producentët, protagonistët dhe skena jon është i gjithë planeti.